mira militor. Por ama, diskriminim absolut që i ka bërë Edi Rama Mirdis dhe Veriut në tërsi, nuk ja ka bërë kushkur. Në gjoni miqë, do të them vetëm një gjë. Para 5 ditësh po shija një emision. Gazetarët tregonin me dokumenta se si kryetari i bashkisë Tepelens, famozi Termet Peçi, motra dhe dhëndri i tij kishin përfituar 60 milion euro tendera. Ju garantoj se të gjitha bashkitë e Veriut të marrë së bashku në 4 vite nuk kanë marrë 60 milion investime nga qeveria. Një diskriminim, një lënje e Veriut i cili në prodhim në përgjithshëm jep qindra milion euro, kurse në shpërndarje shifri vetë e ndaloj kohen. Pa investime në Mirdit, pa investime në Shkodër, pa investime në Kuks, në Tropoj, në Peshkopi. 14 vjetë vazhdoj rrugë e Arbrit. Dhe sa, gjithsej 27 kilometra, 32 kilometra ishin përfunduara. Pra, vetëm motra e Termetit kishte marrë nga vllau i tij apo rrethi i tij 60 sa milion euro tendera. Ja, ky është Edi Rama për militorët, ky është Edi Rama për banorët e Veriut. Një armik në gen. Sepse them në gen? Sepse Enver Hoxha e kishte në rreth të kuq Veriu. E konsideron të zonë armike. Pra, po familja, çfarë bëri? Ka sjellë në parlament dhe miratoi me dhunë